Presidentët e Argentinës dhe Rumanisë thanë të dielën se janë ftuar të marrin pjesë në takimin inaugurues të Bordit të Paqes të diskutueshëm të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në Washington me 19 shkurt. Duke shkruar në faqen e tij në Facebook, presidenti i Rumanisë tha se vendi i tij nuk kishte marrë ende një vendim nëse do të pranojë apo jo ftesën, ndërsa presidenti i Argentinës tha se do të merrte pjesë në këtë ngjarje, ndërsa nuk do të merrte pjesë në një gala që do të mbahet në rezidencën e Trump në Mar-a-Lago të hënën në të cilën ai kishte planifikuar të merrte pjesë, njoftoi të dielën shefi i shtabit të tij Manuel Adorni. Të shtunën, kryeministri hungarez Viktor Orban tha se edhe ai kishte marrë një ftesë për të marrë pjesë në takim dhe se kishte ndërmend të shkonte. Pjesë e Bordit të Paqes janë dhe Shqipëria dhe Kosova, të cilët e kanë pranuar ftesën. Presidenti Osmani ishte në Davos në ceremoninë inauguruese, por ende nuk ka një konfirmim zyrtar nëse zonja Osmani dhe zoti Rama, i cili u autorizua me emër nga deputetët e pozitës dhe të opozitës, t'i bashkohet Bordit të Paqes, do të udhtojnë drejt Washingtonit. Trump lançoi Bordin e Paqes së tij në forumin ekonomik botror në Davos në janar dhe rreth 19 vende kanë nënshkruar statutin e tij themelues. 10 udhëheqës botror kanë marrë ftesa për të bërë pjesë e Bordit të Paqes. Antarët të përhershëm duhet të paguajnë $1 miliard për t'u antarësuar. Disa vende, përfshirë Kroacinë, Francën, Italinë, Zelandën e Re dhe Norvegjinë, tashmë e kanë refuzuar të bashkohen atij dhe të tjerë kanë thënë se mund të marrin në konsiderat ta bëjnë këtë vetëm nëse statuti i tij ndryshohet. Sipas statutit të tij aktual, Bordi i Paqes ka Trumpin si kryetar dhe si përfaqësues të Shteteve të Bashkuara.